Kjo që ka pam këto ditë në për portale, për mendimin tim, është një copy-paste e një projektit të përfunduar në Prizren. Ka të bëjë me trashëgiminë kulturore ose zonën e trashëgimisë kulturore të qytetit të Prizrenit. Kjo ka filluar në 2008, ka përfunduar në 2011. Është menduar të punohet në Prizren, duke marrë parasysh veçoritë e atij qyteti, sepse në të njëjtën zonë gjenden edhe xhamia, edhe kisha katolike, edhe kisha ortodokse, edhe një si ti them asaj ortodokse është një diçka e shajtë aty ne, është edhe lumi që kalon përmes, mbi është edhe kalaja, edhe në anën e lumit janë edhe zeje. Të ndërlidhura janë. Që kanë një koherencë në veti, mirë po, si udhërefyes edhe si përvojë që më vonë të konkurrojmë edhe në trashëgimin në UNESCO në trashëgimin botërore për asetet e trashëgimisë që i kemi ne. Kuadrat e kësaj është themeluar edhe Këshilli i trashëgimisë, i cili në atë kohë ka qenë i përbërë prej 7 anëtarëve. Secila nga kjo pjesa e ortodokse, katolike dhe muslimane, prej këtyre zanatlive apo zejtarëve, edhe i shtati ka qenë i komunës si institucione lokale. Mirë po, në një formë ose tjetër, ajo nuk kanë funksionu dhe është shpërndal, është shpërngul. Dhe tash kjo s'ka pa, është më duk sikur po e lexoj një projekt shumë të vjetër, i cili është renovu, por që nuk i bjen tamam qytetit tonë.